Ndryshimet klimatike janë një nga sfidat më të mëdha globale të kohës sonë. Megjithatë, krahas krizës klimatike, po përballemi edhe me një krizë informacioni. Në hapësirën digjitale, por edhe në diskursin publik, qarkullojnë narrativa që mohojnë, minimizojnë ose relativizojnë seriozitetin e kësaj krize, duke ndikuar drejt për drejt në mënyrën se si shoqëria e percepton dhe reagon ndaj saj. Dezinformimi për ndryshimet klimatike nënkupton përhapjen e informatave të pasakta, të shtrembëruara ose të nxjerra jashtë kontekstit, lidhur me shkaqet, pasojat dhe urgjencën e ndryshimeve klimatike. Këto informata shpesh krijojnë konfuzion dhe zbehin ndjenjen e përgjegjësisë kolektive. Sipas njohësve të fushës, dallimin mes keqinformimit dhe dezinformimit qëndron te qëllimi, kur informacioni pasakt shpërndahet me vedije apo për përfitim, ai shndrohet në dezinformim, me ndikim të drejtë për drejtë në nënvlerësimin e krizës klimatike. Keqinformimi për ndryshimet klimatike nënkupton shpërndarjen e pasaktë të informatave rreth ndryshimit të klimës apo aspekteve të ndërlidhura si pasojë e mungesës së dijes apo informacionit. Kur kjo ndodh qëllimshëm apo me ndonjë arsye përfitimi, atëherë kemi të bëjmë me dezinformim, që të dyja ndikojnë negativisht në kuptimin e seriozitetit të ndryshimeve klimatike, si dhe zbejnë urgjencën për adresimin e tyre. Në Kosovë, dezinformatat për klimën qarkullojnë kryesisht përmes rrjeteve sociale, portaleve të paverifikuara dhe debateve publike, informale. Një pjesë e këtyre narrativave janë të imponuara nga jashtë, por përhapja e tyre forcohet përmes bisedave të përditshme dhe diskursit publik lokal. Një nga format më të shpeshta është minimizimi i rëndësisë së ndryshimeve klimatike, përmes pretendimeve se Kosova nuk ka ndikim të madh në nivel global dhe përrjedhoj nuk ka pse të merret seriozisht me këtë çështje. Kjo qasje zhvendos vëmendjen nga pasojat konkrete lokale në mjedis dhe shëndet publik. Lajmet e errejshme më shumë në Kosovë shpërndahen prej burimeve të jashtme, pra janë të importuara, edhe që nuk e afektojnë drejt për drejt ndoshta publikun ton, megjithatë çka e afekton drejt për drejt janë pra bisedimet ballë për ballë, ku thonë edhe shprehin mosbesimin se nuk ekzistojnë ndryshimet klimatike, vetëm janë dy lobe pro dhe kundër në botë, dy lobe të fuqishme, prandaj ato edhe nuk ekzistojnë, është vetëm një cikël natyror dhe nuk e afektojnë Kosovën. Një ndër format kryesore të dezinformimit për ndryshime klimatike në Kosovë është minimizimi i rëndësisë dhe urgjencës së tyre. Për shembull, duke thënë se Kosova nuk ka ndikim të madh në ndryshimet klimatike në nivel global, prandaj se nuk kemi pse të merremi me to. Por kjo narrative largon vëmendjen nga pasojat negative në mjedis e shëndet që vijnë nga po të njëjtit emetues që shkaktojnë ndryshimet klimatike, e njëkohësisht e zbej urgjencën për adaptim ndaj efekteve të tyre negative. Përveç dezinformimit, një tjetër fenomen i lidhur ngushtë me klimën është greenwashing. Ky term përdoret për të përshkruar praktikat ku kompani, institucione ose organizata paraqiten si të përkushtuara ndaj mbrojtjes së mjedisit, ndërkohë që veprimet reale janë të kufizuara ose mungojnë. Greenwashing krijon një perceptim të rrëmt të angazhimit mjedisor dhe shpesh shërben për të shmangur përgjegjësinë reale për ndotjen apo ndikimin negativ në klimë. Greenwashing është formë e zakonshme e mashtrimit kur kompanitë, organizatat apo institucionet paraqiten si miqësore me mjedisin, por në realitet nuk ndërmarrin veprime për ndryshim real ose vazhdojnë ndikimin negativ në prapaskenë. Greenwashing unë do ta krahasoja me shpërlarjen e parave, është i njëjti sistem që përdoret, vetëm se institucionet dhe kompanitë në rastin e shpërlarjes së gjelbër, pra krijojnë dokumente, strategji, takime ndërkombëtare, kombëtare, gjithashtu bëjnë organizime të ndryshme siç janë summitet, konferencat, forume, por në të vërtetë veprimet i kanë minimale ose shpesh zero, si në rastin e Kosovës. Mbjelljet simbolike dhe pa plana pa gjatë të drojmeve, ose cilësimi i ndërtesave eko apo të gjelbra pa pasur eficiencë të duhur të energjisë, gjelbrim e qasje në transport publik janë shembuj tipik të greenwashing. Dezinformimi për klimën dhe greenwashing kanë pasoja të drejtë për drejta shoqërore dhe politike. Ato kontribojnë në krijimin e mosbesimit ndaj shkencës, në pasivizimin e qytetarëve dhe në mungesën e presionit publik ndaj institucioneve për veprime konkrete.
Në nivel politik, kjo përkthehet në vonesa në hartimin dhe zbatimin e politikave klimatike, si dhe në normalizimin e veprimeve sipërfaqësore që nuk adresojnë problemet strukturore. Të kuptuarit e dezinformimit dhe greenwashingut është thelbësor për të ndërtuar një shoqëri më kritike dhe më të vetëdijshme. Vetëm përmes verifikimit të informacionit, transparencës institucionale dhe veprimeve reale mund të ndërtohet një qasje e qëndrueshme ndaj ndryshimeve klimatike, edhe në Kosovë.